Ëndrat e frikshme. Çfarë duhet të bëjmë kur zgjohemi? Ndodh papritur, ishe në gjumë të thellë dhe pastaj diçka të zuri. Zemra rresh shpejt, frymarrja e rëndë, djerse ftohtë, errësirë rreth teje, dhe imazhet e ëndrës ende të gjalla në mendje, si hije që nuk largohen. Ke frikë të mbyllësh syt sërish, ke frikë të hapësh syt. E ke ndjerë këtë? E kemi ndjerë të gjithë, po çfarë bën muslimani në atë moment? Islami, feja që nuk të lë vetëm as natën, ka përgjigje të qartë. Para se të flasim për zgjidhjen, duhet të kuptojmë burimin. Profeti alayhis salam tha: ëndra e mirë është nga Allahu dhe ëndra e keqe është nga shejtani. Ëndra e frikshme, ajo që të zgjon në errësirë, nuk vjen nga Allahu, vjen nga shejtani. Shejtani që nuk pushon as gjatë gjumit tënd. Shejtani që dëshiron të të trëmb, të të shqetësoj, të ta prish natën, të ta mbush ditën me frikë. Çfarë duhet bëjmë? E para, përshty lehtë 3 herë nga e majta. Profeti alayhis salam tha: kur dikush prej jush e ëndër që e shqetëson, le të përshty nga e majta 3 herë. Jo përshty me fort, përshty me lehtë si frymëzim i butë. 3 herë nga e majta. Ky veprim, sado i thjeshtë që duket, largon ndikimin e shejtanit. E dyta, kërkon mbrojtje nga shejtani. Menjëherë pas përshtymës, thuaj: Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Profeti alayhis salam tha: dhe le të kërkoj mbrojtje tek Allahu nga shejtani dhe nga e keqja e asaj ëndre. Kur thua këtë fjalë, shejtani që dërgoi atë ëndër ikën, sepse emri Allahut është muri që shejtani nuk e kalon. E treta, ktheu në anën tjetër. Profeti alayhis salam tha: dhe le të kthehet në anën tjetër. Veprimi thjesht fizik. Nëse ishe mbi të djathtën, ktheu mbi të majtën. Nëse ishe mbi të majtën, ktheu mbi të djathtën. Ibn Qayyim shpjegon: kthimi në anën tjetër ndryshon gjendjen fizike të trupit dhe kjo ndihmon mendjen të dalë nga gjendja e frikës. Islami e di se trupi dhe shpirti janë të lidhur. E katërta, mos ja trego askujt. Profeti alayhis salam tha: dhe mos ja trego askujt, dhe ajo nuk do ta dëmtoj. Kjo është urtësi e thellë. Kjo tregon ëndrën e keqe, e ngjall sërish, e jep jetë sërish, e bën të jetojë edhe gjatë ditës. Mbaje brenda, mos e trego, dhe ajo do të humbas fuqinë e saj. E pesta, fal 2 rekate. Profeti alayhis salam tha: kush e ëndër që e shqetëson, le të fal 2 rekate namaz. 2 rekat në mes të natës, kur bota fle, ti dhe Allahu, balli në tokë, zemra e hapur, frika duke u larguar. Por urtësia islame nuk pret të ndodhe keqja, parandalon. Profeti alayhis salam mësoi lutjet e gjumit, mbrojtja para se të mbyllësh syt. Ajeti Kursi: Allahu nuk ka zot tjetër veç se ai, i gjalli, i qëndrueshmi. Surja El-Bekare 255. Profeti alayhis salam tha: kush lexon ajetin Kursi para gjumit, Allahu ja cakton një ëngjëll mbrojtës dhe shejtani nuk mund t'i afrohet deri në mëngjes. Ëngjëll mbrojtës gjatë gjithë natës. Çmimi, disa sekonda para gjumit. 2 syret e fundit të Kuranit, surja El-Felak dhe surja En-Nas. Profeti alayhis salam çdo natë kur shkonte në shtrat, mblidhte duar, frynte në to, lexonte El-Felak, En-Nas dhe El-Ihlas. Pastaj fërkonte gjithë trupin sa arrinte. Lutja e gjumit: me emrin tënd o Allah, jetoj dhe vdes. Shej Ibn Uthaymini ka thënë: muslimani që bën lutjet e gjumit çdo natë ka ndërtuar mur rreth vetes. Shejtani nuk hyn lehtë në atë shtëpi shpirtërore. Dhe nëse ëndra e keqe vjen, është sprove vogël, jo shenjë e madhe. Dhe tani, pyetja kryesore: a duhet friksohemi? A kanë kuptim ëndrat tona? Profeti alayhis salam dha përgjigje të qartë. Ëndra e keqe nuk do ta dëmtojë atë që kërkon mbrojtje tek Allahu dhe nuk ja tregon askujt. Nuk dëmton. Jo nëse veproni siç mësoi profeti alayhis salam. Allahu thot: dhe tek ai janë çelësat e të fshetës. Nuk i di ato askush përveç tij. Surja En-Nam 59.
E ardhmja nuk lexohet nga ëndrat, lexohet vetëm nga Allahu. Ka raste të veçanta, fëmijët që zgjohen të friksuar natën. Transmeton Ibn Abasi, profeti alayhis salam i mësonte fëmijëve të vegjël këtë lutje kur kishin frikë gjatë natës. Kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të Allahut nga zemrimi i tij, dënimi i tij, e keqja e robërve të tij, nga ngacmimet e djajve dhe nga prezenca e tyre. Mësojeni fëmijëve këtë lutje, dhe kur zgjohet i friksuar natën, shko pranë tij, preke, mbaje, lexo ajetin Kursi mbi të dhe thuaj: nuk ke frikë, Allahu të ruan. Nata e errët me ëndrat e saj të frikshme nuk është territori shejtanit, është territori i Allahut. Allahu thot: Allahu merr shpirtrat kur vdesin, dhe ata që nuk vdesin gjatë gjumit. Pastaj mban ata që ka caktuar për të vdekur dhe lëshon të tjerët deri në afat të caktuar. Surja Zumer 42. Çdo natë Allahu mban shpirtin tënd. Çdo mëngjes ta kthen. Ti je gjallë sepse Allahu vendosi kështu. Dhe shejtani, me të gjitha ëndrat e tij të frikshme, nuk mund të ndryshojë asgjë nga ajo që Allahu ka vendosur. Prandaj kur zgjohesh i friksuar natën, përshtylle 3 herë nga e majta. Thuaj eudhu billahi minash shaitanir rajim. Ktheu në anën tjetër. Lexo ajetin Kursi dhe mbyll syt me besimin se Allahu të ruan, sepse muri i Allahut nuk ka plasaritje. Kush lexon ajetin Kursi para gjumit, Allahu i cakton ëngjëllin mbrojtës dhe shejtani nuk mund t'i afrohet deri në mëngjes.